Ai dikur ka deklaruar që unë me bo pa gjithë këta, të çumit, edhe pse ka magj, mund të ketë gabime, arridoj që mund të ketë gabime. Nëse na herikthehemi të rikthehemi gjithë ata që kemi qenë ekip kompakte, edhe me raportet mira, po edhe partneritet në role kemi pas shumë të mirë. Ka shumë rëndësi partneriteti në rol, nuk di sa kuptoni. Shumë, nëse nuk të përshtatet, ti nuk mundesh me aktru, nuk mundesh me nxjerrë ato më të mirën prej vetës. Nëse të vjen tash ti, top, kam ty, për shembull, përballë, vjen dikush tjetër, hey, tap, më i mëra down. Ose dikush tjetër, bjen, ta u po dhe ty atë karakterin, dinjitetin e rolit. Nuk mundesh, domethënë, normal që mbran fakti që nuk e kuptoj pse ka ardhur deta e shpartallem. Pse? Arsye duhet me pas ka një. Arsye ka, arsyet që ndoshta janë egoiste, vetanake. Buki e di që ka emigruar në Amerikë në vitin 2002-2003. Besimi ashtu e bën emisionin e vet, po siç duket të çumit, edhe pse ka magj, mund të ketë gabime, arridoj që mund të ketë gabime, sepse ndoshta ana e ka menduar që ne nuk i duhemi hiç. Po ti vetë sapo the që publiku ju don. Ose na lyp gjithëve. Ai dikur ka deklaruar që unë me bo pa gjithë këta, sepse jam i madh. Okej, ne pranojmë që është i madh dhe falenderojmë publikisht që na ka marrë, na ka avancu. Po secili kemi emrin ton sot. Nuk është jemi të mbarun. Ka pas në raste edhe role që ka bërë pa drejta, se nuk i drejt me marrë rolin tim, apo të bukit, apo të besimit me hap dikuj tjetër, pa lejna ati, ta shtoma që na jemi asaru, diku. Ka pas asarime, jemi hidru pa ka shumë, ne duhemi, tash kemi raportet mira dhe flasim, po ti ky shpartallim ka ardhur për këto arsye që i ceka më lart. Disa pa drejtësi që nuk guzojnë me ndodh. Unë e thash, është interesant me fillu, edhe me vazhdu. Jo me fillu, me këput 30 herë edhe atarapet mu bashku. Nuk unë pas dëshirë me ndosh partallimi i ekipit tonë. Kurse kemi bo buj, zbashku si ekip, e din kemi qenë in. Shash në shumë dash me thonë, po du mu këthy, po unë kom ego, kom krenari. Krejt kemi na krenari ego, nuk i thomë unë për du ma ardhë. Jo, nuk i thomë. Edhe nëse du nuk i thomë, pa më thonë aj mu, edhe aj ka ego. Unë e ka magjë dhe aj ka ego, po nuk ka që të flasim me që më kalon keq. Këtu e na ludime të rajshme. E dim çfarë populli jemi, për fat keq. Kur nuk më kalon keq, as u ka që të flasim bashk. Ne jemi familje, nuk jemi katikim. Unë e kam ma gjak edhe atë mbi emër. Me qënë se ti me ego, aj me ego, apo ma jeni mu me thonë përfundimisht, a mundet me ndodhë një ribashkim këtë puna jo? A te thonë, lema mu. Thuje e në gjithë ko kemi si ti mirë, ti, për kësi sa... Qo. Po ta loti për misit.